Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftojnë për arritjen e një marrëveshje ndaras me Ukrainë dhe Rusinë për të garantuar lëvizjen e lirë tanijeve tregtare në detin e Zi dhe për të zbatuar një ndalesë në sulme ndaj objekteve të energjisë së njëra tjetrës. Shtëpia e Bardhë tha se marrëveshjet do t'i rikthejnë Moskës qasje në tregjet globale për eksportet të produkteve bujqësore, të cilat janë bllokuar prej nisjes së luftës. Marrëveshjet nëse zbatohen do të përbëjnë përparimin më të madh drejt një armpushimi më të gjerë që Washingtoni e konsideron shumë të rëndësishëm në bisedimet për paqe, që do të jepnin fund luftës treviçare të Rusisë në Ukrainë. Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin falenderoi homologun e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, për ndërmjetësimin në shkëmbimin e të burgosurve me Ukrainën. Nga Kremlini thuhet se ata diskutuan për bisedimet ruso-amerikane për Ukrainën. Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe mbështeti përpjekjet e ndërmarra nga Rusia dhe SBA dhe veçanërisht mirëpriti konsultimet midis grupeve të ekspertëve në Riyadh, thuhet në raport. Udhëheqësit europian po bëjnë përpjekje që të sigurojnë një ulje në tavolinë negociatave mes Moskës, Kievit dhe Washingtonit. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se po diskutohet krijimi një force europiane të sigurisë, por që nuk do të ishte në vijën e parë të frontit dhe nuk do të kishte për detyrë monitorimin apo zbatimin e një armpushimi, një detyrë që ai sugjeroi se bie mbi paqëruesit e Kombeve të Bashkuara. Macron tha se kjo forcë do të dislokojë brenda Ukrainës për të parandaluar Rusinë dhe për të ofruar trajnime dhe mbështetje për forcat ukrainase. Macron konfirmoi se Franca do të japë Ukrainës një paketë të re të ndihmës ushtarake në vlerë prej 2 miliardë eurosh, që do të përfshijë raketa kundërtanke, sisteme të mbrojtjes ajrore, avion luftarak Mirage, autoblinda, municion dhe të tjera ndihma. 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. NATO paralajmëron hapur Rusinë. Sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se Rusia do të përballet me kundërpërgjigje shkatruese në rast se sulmon Poloninë ose ndonjë shtet tjetër antar të aleancës. If anyone were to miscalculate and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us. Nëse dikush do të bënte keq llogari dhe do të sulmonte Poloninë apo ndonjë shtet tjetër aleat, atëherë do të përballet me reagim të ashpër të aleancës. Reagimi ynë do të ishte shkatrues. Kjo do të jetë shumë e qartë për Vladimir Vladimirovich Putinin dhe për kudo tjetër që dëshiron të na sulmojë, tha Rutte. Sekretari i përgjithshëm foli gjatë vizitës së tij në kryeqendrën e Polonisë në Varshavë, në prani të kryeministrit të Polonisë. Donald Tusk tha se është me rëndësi të bëhet përgatitje për çdo rezultat të mundshëm nga bisedimet mes Rusisë dhe SBA-s, të cilat janë të përqendruara për të dhënë fund luftës trevjeçare në Ukrainë. 32 shtete anëtare të NATO-s, sidomos ato të krahut lindor, janë shumë të shqetësuara se bisedimet mund të përfundojnë me marrëveshje që i shkon për shtat Rusisë. Moska akuzon Londrën dhe Parisin se po vazhdojnë të artojnë plane për ndërhyrje ushtarake në Ukrainë. E gjitha kjo maskohet si një lloj misioni paqëruese, tha zëdhënësia e Ministrisë Jashtme ruse, Maria Zakharova. Në kryeqytetin francez është mbledhur koalicioni i vullnetit mes Francës dhe Britanisë. Takimi i tretë uli në Tryezë. Britanikun Keir Starmer, shefin e NATO-s Mark Rutte, kryeministrin italiane Giorgia Meloni, kryeministrin polak Donald Tusk dhe të tjerë. Diskutimet përqendrohen në mënyrën se si të forcohet Ukraina ushtarakisht për të penguar sulmet e ardhshme dhe si të monitorohen armëpushimet e kufizuara mbi objektiva detare dhe infrastrukturë energjetike, siç u diskutua në bisedimet e udhëhequra nga SBA këtë javë në Arabinë Saudite. Siç raporton La Repubblica, Macron telefonoi Donald Trump para fillimit të samitit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje partnerëve të rezistojnë kushteve të vendosura nga Rusia për zbatimin e marrëveshjes për armëpushim në detin e Zi. Reagimi i Zelenskit erdhi gjatë një takimi me gazetarët në Paris para samitit të mbrojtjes për formimin e një koalicioni të vullnetit. Ne kemi shfaqur qëndrueshmërinë tonë, tani është e rëndësishme që të partnerët tanë të jenë po aq të qëndrueshëm sa dhe ne, edhe pse ata kanë më shumë kapacitet, tha Zelensky, ndërsa Rusia po kërkon që të përmbushë një sër kushtesh përfshirë lehtësimin e sanksioneve në këmbim të respektimit të marrëveshjes. Bashkimi Evropian bëhet gati për luftë. Unioni këshillon qytetarët të mbledhin ushqim, ujë të pishëm dhe sende të tjera thelbësore që do të mjaftonin për 72 orë, si pjesë e një strategjie që synon të rrisë gatishmërinë për përmbytje të zjarrit katastrofike, pandemitë dhe sulmet ushtarake. Në dokumentin e publikuar theksohet nevoja për përgatitje ndaj krizave të mëdha ndërsektoriale, duke përfshirë dhe mundësinë e agresionit armatosur që mund të prek një ose më shumë shtete anëtare.
Strategjia, e cila frymëzohet nga planet e Gjermanisë dhe vendeve nordike, synon të inkurajojë qytetarët që të ndërmarrin masa proaktive, si zhvillimi i planeve emergjente familjare dhe grumbullimi i furnizimeve bazë. Komisioneri Evropiane për përgatitjen dhe menaxhimin e krizave, Hajdar Lahbib, deklaroi se ne po u themi vendeve anëtare se 72 orë vetë mjaftueshmëri është ajo që ne rekomandojmë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti amerikan Donald Trump sinjalizoi të hënën se ai mund të bëjë përjashtime për disa vende kur administrata e tij të vendosë tarifa reciproke mbi importet javën e ardhshme. Unë mund të jap një pushim shumë vendeve, është reciproke, por ne duhet të jemi edhe më të mirë se kaq, që tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti prej javësh ka treguar se do të vendosë tarifa reciproke duke filluar nga 2 prilli për çdo vend që ka detyrime për mallrat amerikane, por ndërsa data ka ofruar disa zyrtarë të administratës kanë sugjeruar se mund të ketë një hapësirë për lëvizje. Presidenti gjithashtu sinjalizoi se tarifa shtesë për mallra specifike mund të vinë që në fillim të kësaj jave. Ai përmendi automobilet, lëndët dorësore dhe gjysmëpërquesit si zona që mund të synohen. Izraeli do të krijojë një institucion që do të mbikëqyrë largimin vullnetar të palestinezëve nga ripi i Gazës. Një zëdhënës se kryeministri Benjamin Netanyahu konfirmoi ditë më parë se ky institucion do të bëhet pas miratimit nga kabineti izraelit i sigurisë të planit të ministrit të mbrojtjes Israel Katz gjatë fundjavës. Ata që dëshirojnë të largohen nga zona e rrethuar bregdetare palestineze në brigjet e detit Mesdhe, duhet të mundësohet largimi në përputhje me ligjit izraelite dhe ndërkombëtare si dhe në përputhje me vizionin e presidentit amerikan Donald Trump, tha ministria në një deklaratë. Sa i përket se cilat janë vendet të treta ku mund të shkojnë njerëzit që duan të largohen, nuk përmendet. Martin Griffiths, zyrtari më i lartë i ndihmave emergjente të Kombeve të Bashkuara, e ka quajtur reklamën të pabanueshme duke thënë se njerëzit e saj po dëshmojnë kërcënime të përditshme për vetë ekzistencën e tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Sorensen, pajisoi Kosovën se po bën pengesa të vazhdueshme në procesin e dialogut. Sipas Vučić, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është parakusht për fillimin e një normalizimi thelbësor të marrëdhënieve. Në tetor të vitit 2023, të dërguarit e atëhershëm të BE-s, SBA-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë i ofruan Kosovës dhe Serbisë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe. E ëna është afati i fundit që Serbia ka nga Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit për të sqaruar informacion mbi përdorimin e topit zanor në protestën e 15 marsit. Shteti toni është dhënë afat deri më 31 mars të këtij viti për të deklaruar nëse janë përdorur mjete të palishme kundër protestuesve, cila është baza ligjore për përdorimin e supozuar të armëve të tilla, dhe cilat janë masat mbrojtëse kundër përdorimit arbitrar të mjeteve të tilla, njoftojnë organizatat e shoqërisë civile në Serbi. Dhjetra mijëra njerëz protestuan në Stamboll dhe në qytete të tjera të Turqisë pasi rivali kryesor politik i presidentit të vendit Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu, u arrestua formalisht dhe u akuzua për korrupsion. Policia ka përdorur gaz lotësjellës, plumba gome dhe topa ujë kundër protestuesve të cilët po valvitnin flamuj turq dhe po mbanin në duar pankarta pro opozitës. Thuhet gjithashtu se ka pasur përleshje mes policëve dhe protestuesve. İmamoğlu, kryetari i Stambollit, pritet të zgjidhej gjatë një votimi më 23 mars si kandidati i Partisë Republikane Popullore për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Turqi të planifikuara për vitin 2028. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.